Përshëndetje klasa, unë në këtë video do ju flas për hartat historike dhe hartat me metse dhe shenjat e tyre. Shpresoj t'ju pëlqej videoja. Hartat duken të ndërlikuara, derisa ta zbulosh sekretin. Sot unë do të shpjegoj shpejt simbolet e hartave duke përdorur disa harta të vjetra për të treguar se nga erdhën këto shenja. Rregulli i parë, gjithmonë shiko legjendën. Ajo kutia e vogël është përkthyesi. Pikat tregojnë qytete, yjet tregojnë kryeqytete, vijat me viza tregojnë kufi. Ska legjendë, kërko modele. Vijat e plota zakonisht tregojnë rrugë ose lumen. Ngjyrat shpesh ndajnë llojet e tokës ose zonat politike. Shkalla ka rëndësi. Nëse shkalla thot ën/z 1 centimetër është pjen centimetra. Raport i madh, detaj i vogël. Raport i vogël, pamje e madhe. Konturet tregojnë formën. Vijat e afërta tregojnë terren të pjerët. Vijat e gjera tregojnë shpate të buta. Para kontureve, hartat e vjetra përdornin vija të shkurtra që tregonin drejtimin e pjerësisë. Të bukura, por të lehta për t'u keq kuptuar. Veriu, hartat moderne shpesh përdorin një shigje të thjeshtë. Hartat e vjetra tregonin një trëndafil busule. Hartat detare shtonin vija drejtimi, vija për drejtime të qëndrueshme të busullës. Ngjyrat janë një gjuhë. Bluja është ujë. Jeshilja mund të jetë pyll ose lartësi e ullët. Kafeja tregon terren më të lartë. E kuqja përdorej për rrugë kryesore ose qytete të rëndësishme. Hartat politike ngjyrosin shtetet. Hartat tematike si koropletet ngjyrosin sipas të dhënave. Simbolet evoluojnë. Kënetat me ikona kallamash, kishat me kryqe të vogla, mulinte e erës me mulinjere, sh për shenjt, K për kështjell, L për lum. Konteksti është mbret, rjetat të udhëzojnë, gjerësia dhe gjatësia formojnë një rjet. Shiko meridianin kryesor, Paris Ferron ose Greenwich. Shiko anët, titujt, datat, burimet, konvertimet e shkallës. Nëse një hartë duket e çuditshme, mund të jetë një projekcion tjetër. Po hartat meme? Ikona të egzageruara, legjenda sarkastike, argëtuese por jo fakte. Përmbledhje e shpejtë, legjenda shkalla orientimi, konturet ngjyra rjeta shënimet anësore. Mësoj këto dhe çdo hartë nuk do të jetë më një mister. Do të filloj të tregoj një histori. Mirë, herën tjetër që do të shohësh një hartë, shpjegoje në sekonda. Ti i ke çelësat.